Nëse nuk do të kishe zgjedhur si profesion, se tashmë është profesion, ke studuar për këtë gjë dhe është profesion, përveç se pasion këngën, çfarë do të kishe zgjedhur si të dytë për rezervë? Derisa kam qenë 8 vjeçare, pas zgjedhur të profilizohesha në një lice artistik, kam pasur dëshirë të studioj për mjeksi, për kardiologji, kryesisht. Por gjëja u diferencua në momentin që zgjodha të shkoja në lice, e më mbrapa, nëse do më pyesësh sot që nëse do ta lë muzikën çfarë do bëj, do zgjidhja kuzhinën se më pëlqen gatuaj. Me të vërtet? Po. Se studimet për mjeksi nuk i hydota. Po, mendon të del koha tani për të gatuar, për të bërë gatime me këtë koha që ke zgjedhur. Koha më del të bëj shumë gjëra që do doja t'i bëja për veten time, por sa herë gjej mundësinë e shijoj kohën në kuzhinë, realisht.